Prokuroria e Firit ka dërguar në gjyq 7 persona në lidhje me vrasjen e 2 vëllezërve në fshatin Kurian të Roskovecit. Gramozë Lavdimir Kurtaj u ekzekutuar me automatik nga Altin Kukaj. Ngjarja e rëndë u shënua me 10 shtator 2024 përpara një lokali të vogël në pronësi të familjes Kurtaj. Pak para se të ndodhte ngjarja, i pandehur Ervis Kukaj ka patur një konflikt fizik me djemtë e viktimës Gramoz Kurtaj, si dhe ka qelluar me pistolet kundrejt tyre dhe viktimës Gramoz Kurtaj. Pas komunikimit telefonik, dy të pandehurit Emauris Kukaj dhe Ervis Kukaj janë takuar dhe ky i fundit ka treguar ngjarje. Arma e zjarrit automatik luftaraki modelit 56 me të cilën i pandehuri Altin Kukaj ka qelluar viktimat Gramoz dhe Lavdimir Kurtaj, i pandehuri Ervis Kukaj i ka lënë në kasollën për bri Polaris me qëllim për t'i marrë në vijim i pandehuri Emauris Kukaj. Ky i fundit, pasi ka marrë armën e zjarrit automatik luftarak, ka shkuar në vendin ku ndodheshin viktimat, ka frenuar me njëherë para lokalit të tyre, ka marrë armën dhe ka mbushur karikatorin e saj, duke nxitur të pandehurin Altin Kukaj të qelloj me breshëri drejt tyre. I pandehuri Altin Kukaj ka shtënë ndaj viktimave Gramoz dhe Lavdimir Kurtaj me armën e zjarrit automatik luftarak, të cilën ja mori nga dorë të pandehurit Emauris Kukaj. Gjithashtu, për të njëjtën ngjarje, prokuroria ka marrë të pandehurit dhe ka kërkuar dërgimin e çështjes në gjyq 4 të pandehurit të tjerë, të akuzuar për veprat penale, për krahje e autorit të krimit, prodhimi dhe mbajtja pa leje armëve të gjuetisë dhe sportive, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit, si dhe moskallëzimi i krimit.